Atëherë mirë se vini dashur teleshikues në emisionin Qëndrim nga unë Teddy Mene këtu në ACTV USA. Në pjesën tonë të parë sot kemi një personazh shumë interesant, të cilin e kemi në intervistë online nga Shqipëria. Ai është zoti Aurel Kujtimi, të cilin pikëparri e falenderoj që pranoi ftesën tonë dhe i them mirë se erdhe online në studion e ACTV-s. Ju faleminderit për ftesën, në shumë kënaqësi që zëri të përcillet edhe përtej Shqipërisë, kudo që ka shqiptarit. Do të thoja pikërisht për këtë që thatë, edhe për këtë audiencën këtu në Michigan, në mbar Amerikën dhe Kanadan që ne kemi kryesisht, por dhe shqiptarët nga vendet e tjera të diasporës. Të bëja një prezantim për karrierën tënde si aktivist për ata që mbase nuk të kanë ndjekur më aq detaje sa mund të ndjekin ata që jetojnë në Shqipëri apo në Kosovë apo në zonat aty pranë. Atëherë, unë quhem Aurel Kujtimi, kam mbaruar studimet për shkenca politike. Aktivizmi im ka nisur që në 2018, ku unë si çdo i ri shqiptar në pamundësi ekonomike jam futur në konviktet e qytetit Studenti. Nga aty ka nisë rebelimi, do thoja unë, ose ajo aktivizmi im, mëdhefi im kundrejt padrejtësive që bën në Shqipëri, sidomos në pjesën e të rinjve sistemit arsimor, ku futa në konvikte dhe shikoja muret krejt lagështir, një faqe muri që nuk ishte asgjë më shumë se sa një krevat edhe krevatet që kishin 20 vite pa u ndruar. Domethënë, unë kam që në 2018 që jam aktivist, gjithmonë kam qenë në jetën time ka qenë e pandashme arsimi në Shqipëri, kauzat studentore dhe sigurisht problematika që ne kemi çuar edhe në institucionet më të larta. Pra ju e keni provuar vetë gjën. Ne tani dilni për të mbrojtur dhe ata të ngjashmit, të cilët janë sot studentë dhe do të jenë edhe në të ardhmen, brezat që vinë flas. Unë mendoj që diçka do ta prekësh vetë që ta flasësh dhe ta shprehësh shumë mirë, dhe unë jam një nga ato të rinj, si shumë e mira të rinj që e kanë kaluar këto sfida, që edhe po i kalojnë akoma dhe sot, se asgjë nuk ka ndryshuar. Dhe do të ndalemi tek pjesa që nuk ka ndryshuar. Para se dalim aty do të bëj një pyetje të përgjithshme. Si aktivist, po jo aktivist që merresh me çështje studentore, si aktivist në përgjithësi, siç mund të jetë çdo aktivist tjetër. Atëherë, dua të di si është klima për të bërë aktivizëm në Shqipëri. Siç flasim për klimën politike, siç flasim për klimën e biznesit, po të pyes për klimën e aktivizmit. Sigurisht është diçka e vështirë për të bërë në çdo shtet të botës, por të mira për Shqipëri që relative në krahasim me vendet e tjera. Si është në Shqipëri aktivizmi dhe sa e vështirë është për të rinjtë të tjerë që mund të dalin në të ardhmen, qoftë me çështje të ngjashme me ju, që unë shpresoj të bëhen sa më shumë, qoftë edhe me çështje të tjera të aktivistëve të ndryshëm. Besoj se keni dëgjuar që ka shumë aktivistë, ka shumë organizata e tjerë, po ndryshe nga këto organizata dhe këto aktivistët, unë deri më sot që në 2018 besoj se do t'i kish parë protestat të mëdha që u bën, që u ngritën nga studentët, jam i vetmi që kur nuk kam marrë sikur një euro, kupton? Ndryshe nga persona të tjerë, çdo gjë që unë kam përballuar me kostot e mia financiare, me aq buxhet sa unë kam pasur. I kam hequr lek nga xhepi im për të investuar në kauzat që unë kam marrë, për shumë e vështirë, sigurisht që politika në Shqipëri është shumë e egër, aty ku të shikojnë që ti je një person që po shpall pengesë për ato, fillojnë presionet, kërcënimet, e tjerë, po unë si Aurel, unë e kam vendosur. Kjo është rruga që unë kam nisë dhe unë do ta çoj deri në fund këtë betejë. Për të mirën e studentëve, se unë nuk kam asnjë fitim personal. Thjesht dua që ato breza që do vinë, se nesër do kemi edhe fëmijët tanë. Ato breza që do vinë duhet të kenë një mundësi më të mirë, një të ardhmen më të mirë, sigurisht edhe kushte më të mira, a kupton? Edhe unë nuk ndalem nga kjo gjë. Truri im është takuar që unë do e luftoj këtë pjesën e sistemit arsimor, është shumë e vështirë, sepse kur nuk ke as mbështetje mbase financiare, as mbështetje nga njerëzit, se ne dimë se si është edhe politika në Shqipëri. Gjithkush shikon interesin personal dhe asnjëherë nuk do shikohet kjo interesi i madh për të mirën e popullit. Shumica shikojnë në xhepin e vet dhe si u intereson asgjë tjetër, kurse unë jam në krejt e kundërta. Unë dua që të bëhet diçka mirë për Shqipërinë. Pra, po mirë, të bëj një pyetje duke qëndruar te kjo përgjigje që ju më dhat. Është e vështirë patjetër. Doa sugjeronit të rinjve të tjerë që të ndiqnin rrugën tuaj. Duke përfshirë edhe
ato vështirësitë që ju keni hasur dhe nuk dua të them vetëm a do ju a sugjeroni, por çfarë do t'i thoni pra konkretisht, çfarë motivohesh vëlla kur çohesh në mëngjes? Çfarë motivohesh që mos thuash u lodha, po të thuash do vazhdoj edhe sot? Çfarë motivohesh brenda vetes tënde që thuash kjo është rrugë pa kthim? A di çfarë më ka motivuar që në 2018 që unë jam marrë? Siç Po. ti edhe vetë zgjohesh, shikoj një problematik. Domethënë e kanë mundësinë ta bëjnë, por nuk e bëjnë, duhet ngresh një zë që të bëhet diçka ose të ndryshohet diçka. Dhe kjo është se mua më kap mllëfi me veten time. Unë e kam edhe personale që unë i shkoj çështjes deri në fund. Nëse nuk e ngjoj një herë, unë luftoj 2, 3, 4, 5 dhe unë nuk heq dorë. Kjo është ajo çfarë duhet bëjnë edhe të rinj. Nëse nuk dëgjon asnjëherë, kjo do të thotë që duhet të demoralizohen dhe të heshtin. Por përkundrazi, ato refuzim që ata kanë marrë duhet ta ngrenë më shumë dhe të jenë zotit e vetes. Unë këtë kam bërë këto vite që nëse unë kam marrë një herë refuzim jo për qoftë për ku diun për kërkesa apo tjerë më ka kapur mllëfi me veten time dhe unë e kam vazhduar deri në fund. Dhe këto më kanë bërë që unë të motivohem çdo mëngjes. Fakti që këta persona nuk na japin përgjigje, mua më motivon më shumë që unë të luftoj me ata persona. Po, pime vëlla, ky popull jon, kur shikon djem të rinj, vajza të reja, që përpiqen të bëjnë aktivizëm, kur shikon njerëz të cilët nuk hyn aty për para, hyn se e ndjejnë vërtet për disa probleme që janë vërtet reale dhe nuk ka nevojë domethënë që ne të faktojmë problemet se të gjithë i dimë domethënë, qoftë në diasporë, qoftë në Shqipëri, i dimë që problemet janë reale dhe janë shumë të mëdha. Si ka mundësi që nuk ka reagim? Çfarë do domethënë unë e jap atë mendimin tim, e jap nga këmbvështrimi im nga Amerika, po pak kam që kam marrë këtu, e jap për çfarë mund të jem marrë unë si aktivist, po ti që merresh akoma dhe ke edhe më shumë eksperiencë në aktivizëm se unë, dhe merresh akoma sot. Më thuaj pak çfarë, pasi ka mundësi që shumë popull të tjerë në botë, marrim shembullin e Francës, shohim disa reagime, disa revolta, pra që mbushet kupa dhe populli reagon. Si ka mundësi që ne nuk reagojmë? Sa vite u bën 30 dhe sa vjet që gjërat nuk ndryshojnë. Djepi e revoltave, do t'i kish parë çfarë revoltash bëjnë në Francë. Të rritet 1 lek nafta, atje të kthehet qyteti, shteti përmbys. Tu të rriten çdo lloj, ku diun, naftë, çdo lloj të prishin edhe shtëpiat. Tu kanë filluar të prishin edhe shtëpiat, bizneset, por nuk kanë reagim, unë nuk i kuptoj. Mbase ky popull duhet t'i ushtrosh në thonjza dajak që të dojë më shumë. Se unë se e kuptoj, të të prishin shtëpiat, të të mbyllin gojën, ku diun të shkatrojnë pronën dhe mos të ngresh këtë zërin, unë nuk e di. Zëri është minimal që duhet të bësh. Mbase ti s'ke fuqi, se s'ke as shtetin, se në Shqipëri nuk e di se ti në Amerika, po këtu shteti është për interesat personale të qeverisë, nuk është shteti këtu për popullin. Dhe të paktën gjëja më minimale që duhet të bësh është ta ngresh zërin, por këtu ndodh krejt e kundërta. Të prishin shtëpinë, të bëjnë çdo lloj gjëje, po këta prapë i votojnë. Unë nuk e kuptoj këtë gjë, unë nuk jap shpjegim. Unë shiko, po sjell pak, nuk e kisha në pjesë të pyetjeve këtë. Po sjell pak atë filozofinë që kanë ecur në të shkuarën regjimet komuniste. Nuk po flas për Shqipërinë, regjimet komuniste në gjithë botën, që ka qenë një filozofi. Pra ka qenë faza e mbijetesës dhe faza e jetesës, pa diçka më lart. Dhe në regjime komuniste, arsyeja pse shteti, shumë shtete në botë, marr shembullin edhe të Stalinit, të filozofisë specifike që ka patur. Arsyeja pse shteti donte të kontrollonte çdo pronë tënden, është që ti ishe në fazën e mbijetesës dhe kjo fazë të lindeshe me vetë shtetin, dhe ti nuk luftoje vëlla për jetesë. Pse? Se thoje po e hoqja shtetin humbas mbijetesën. Pra e thëna në fjalë thjeshta, populli ynë ka zgjedhur bukën para lirisë. Edhe pse liria t'jep më shumë bukë, në afat gjatë. Po ne kemi bërë një zgjedhje afat shkurtër, nuk e kemi marrë atë Chelsea për të dalë nga qelia dhe për të qenë lirë, kemi marrë copën e bukës dhe kemi thënë po e mbyllim gojën, po rrim me një copë bukë, mjaftueshëm e kemi. Nuk është mirë, po gjallë jemi dhe gojën mbyllur, kokën ulur vëlla. Unë nuk jam kundra, se ka të rinj që angazhohen në forcat. Patjetër. Është dëshira e tyre, nuk do t'i gjykojmë. Po të paktën ti kur angazhohesh, po bëj diçka për mirë. Ti mos u bëj, ku diun,
patronazhist apo spion apo ku e di unë të mashtrosh njerëzit. Për aq kohë sa ke mundësi të bësh diçka, bëj diçka për mirë që nesër pas nesër emri yt të kujtohet për mirë dhe jo si një hajdut apo si ku e di unë. Thjesht investoje të paktën atë mundësi që do t'japin qoftë në një administrat, në një institucion, për mirë që ti shërbesh këtyre njerëzve, se është fatkeqësi otet, jemi në Shqipëri dhe kemi gjërat më të bukura që na ka dhuruar Zoti. E kupton, bukurinë natyrore, pasurore, jemi një vend shumë i pasur. Por fatkeqësisht pasurinë na e kanë marrë njerëzit, e kupton? Kemi potencial shumë të lartë edhe nga ai potencial shumë i lartë që kemi për mendimin tim hecën edhe propaganda, sepse thuhet për shembull, shiko se po ecën Shqipëria. Ndërkohë kur ti shikon potencialin që ka Shqipëria jo po ecën, por Shqipëria është pauzë fare. Është skandal fare. Përdorimi i potencialit është vetëm afat shkurtër, sepse ata që janë afat shkurtër, nuk do jenë mbas 100 vjetësh. Po populli do jetë përjetësisht. Tani, për të vazhduar me pyetjet, si është gjendja e sistemit arsimor në Shqipëri? Çfarë mund të më thuash për sistemin arsimor? Sistemi arsimor përfshin një gamë shumë të gjerë, pra përfshin edhe vetë situatën politike. Para disa ditësh pash një lajm se unë ndjek her pas here këtë të arsimi, se nga që jam veti përfshirë, në disa vite, mos gaboj, nuk e di saktësisht sa vite, po janë mbyllur mbi 100 sa shkolla. Pse janë mbyllur këto? Po e pash edhe unë. Po, kjo është popullimi që po i bësh Shqipërisë të. Një person nuk ka dëshirë që të shkojë jashtë, mbase edhe ti s'ke dëshirë po të kishe një të ardhme më të mirë. Patjetër. Mbase edhe dikush tjetër që ka shku, ka emigruar, ka lënë mbasi familjen, fëmijët, gruan, bashkëshortën e tjerë, i ka lënë në Shqipëri për të siguruar një jetë më të mirë për ata. Mbase kjo nuk është zgjidhje, por ai ka menduar për më mirë, kupton, për familjen e tyre. Nëse do kishte mundësi më të mira në Shqipëri, askush nuk do që të largohet. Edhe sistemi arsimor ka shku mos më keq. Janë mbyllur shumë shkolla sepse janë shpopulluar, kupton, kanë ikur shumë familje. Çdo vit kemi një numër shumë të pakët të maturantëve që vazhdojnë studimet, sepse nuk duan të qëndrojnë këtu, i kanë mbushur me mllefte. Domethënë se nuk e shikojnë që në tregun e punës është shumë e vështirë të puncohesh, po s'pate mik, po s'pate parti, apo po nuk dhe na i lek kesh, se këtu bëhet shumë propagandë, jo punësuan 100 persona, jo punësuan 200, jo ekselente tjerë. Thjesht janë propagandë. Se në 2018 u premtoi një pakt për universitetin, do bënte një kampus shumë i madh, një nga më gjigantet në Europë. Sot jemi përballë faktit që akoma sot studentët në konvikte vuajnë për ujin, vuajnë se s'kan asnjë lloj kushti. Ankohen se është uji me orare, ikën uji, e kupton. Sistemi arsimor në Shqipëri, se unë futa edhe pak te pjesa e kushteve, problematikave që hasin të rinj, sepse kjo është një thelb shumë i madh. Përveç faktit që janë shpopulluar Shqipëria, që kanë ikur mijëra familje, shumë pak të rinj çdo vit, ta kupton, numri po bie shumë ndjeshëm, i bie që për 10 vitet e ardhshme në Shqipëri, mase ato këto e kanë strategji të shpopullojnë Shqipërinë dhe të zhvendosin popullatën e shteteve të tjera si Bangladeshi e tjerë se kanë filluar të marrin edhe nga Po e kam parë, është shikohet, pra unë jam i një mendimi që kur ne gjykojmë një punën e një ministrie të caktuar, çdo gjë sorrollatet si sorrollatet po shkon te Ministria e Arsimit. Se post që Ministria e Arsimit s'ka si të ketë as Ministri Drejtësie, as Ministri Rendje, as Ministri Bujqësie, as Ekonomisë, se nga aty fillon vlla. Një popull që ka arsimin, ka të ardhmen, i shkojnë gjitha gjërat mbar pastaj. Nga aty fillon problemi. Dhe këta pikërisht atë problem vrasin duke vrarë mundësitë. Pra kemi shumë persona që janë në Shqipëri, mund të kenë shkollën, mund të kenë aftësitë, nuk kanë mundësi, nuk ja dalin, ikin jashtë bëhen më të mirët. Edhe pastaj del prap shteti shqiptar që thotë ja shqiptarët bëjnë arritje. I largove ti nga vendi yt, e çove me valixhe atë, sigurisht ti e the vetë që askush nuk ikën me dëshirë, patjetër. Sigurisht, po të ishte të ardhur, nuk do ishte shumë mirë pranë familjes tyre, nuk merrte rrugët e emigrimit, se emigrimi nuk është fush me lule.
se shumica mendojnë që jo është mirë, tjerë mbasi mund të ketë disa gjëra më të mira, po fush me lule nuk është emigrimi. Se të mos pikësh larg familjes dhe të rish shumë vite pa I parë. Kur ke mundësi të punosh të qëndrosh në Shqipëri. Po me sa duket kjo që ka një agjend, mbase ky është objektivi të shpopullohet Shqipëria, se nga 2013-a e sigur që kanë nikur mbi 1 milion banor, po 1 milion nuk janë pak. Se Shqipëria po shpopullohet, edhe sa I bie do ngelim, I bie të ngelim për 10 vite të ardhshme ngelin 800 njerëz në Shqipëri. Pash një raport të një agjencie të huaj që merren me shpopullimet, duke përjashtuar rastet e luftrave dhe pandemive. Pra, rastet e veçanta I lë më një anë, Shqipëria ishte në 99.4% të maksimumit që ndodh shpopullimi I një vendi. Pa ishte në maksimum. Pra, ata shkencëtarët, studiuesit, si quhen, që merren me statistikat e shpopullimit, thonin, ky vend nuk do ketë më largime, thonin, në bazë të numrave, sepse nuk është parë ndonjëherë në një largim më I madh se ky, në një vend që s'ka as regjim diktat tash. Në një vend që nuk ka as luftë, në një vend që nuk ka as një smundje ose nga këto katastrofat natyrore, vulkane, tërmete, domethënë ata thonin, ky është maksimumi, pra Shqipëria është afër maksimumit, ndërkohë Shqipëria, kështu thon shifrat, po Shqipëria vazhdon dhe largon njerëz, vazhdon dhe furnizon vendet e botës me bijt shqiptar, të cilët në botë shohin që kanë bërë arritje shumë të mëdha. Tani jemi te agjenda. Agjenda është diçka e një niveli tjetër. Pra është nivel më I lartë I luftës kur flasim për një agjend. Kështu që mesi po flasim për një nivel të lartë të luftës, dhe unë do marr një armë të fortë tonën. Do të thoja çfarë ndihme do t'i kërkojë ti shqiptarëve të diasporës, ose konkretisht shqiptarët e Amerikës, cilët kanë treguar prova dhe në të shkuarën, që kur ka ardhur puna që janë bashkuar dhe janë çuar, e kemi dhe ne pak vështirë të bashkohemi, se ne njësoj jemi, ne e kemi, si shqiptarë kemi pak të vështirë, por kur ja dolëm të bashkoheshim, flas për rastin e Kosovës, krijuam një shtet të dytë shqiptar, domethënë, me lobimin shqiptar dhe me marrëdhëniet si ambasador që ka qenë diaspora shqiptare mes Amerikës edhe UÇK-s. Ka treguar në raste të tjera në të shkuarën, tregon edhe sot me parat që nis për familjarët e tyre në Shqipëri, diaspora, me kontributin e saj. Ndaj, konkretisht çfarë do kërkoje shqiptarëve të Amerikës? Kemi shumë shoqata, organizata, lëvizje këtu, çfarë nuk kemi? I ke të gjitha kemi, vetëm parti shqiptare s'kemi. Çfarë do kërkoje? Kontribut I shqiptarëve në Amerikë është shumë I madh, është I jashtëzakonshëm. Deri më tani quhen për pjesën e humanizmit, sepse shqiptarët në Amerikë në përgjithësi shqiptarët janë shumë human, e kanë atë shpirtin e humanizmit. Dhe ajo thirrja ime do ishte që duke pa edhe gjendje, ne këtu nuk kërkojmë lëmosh, tu s'bëhet fjalë për lëmosh, këtu bëhet fjalë për të ardhmen. Ato e kanë has vetë besoj shqiptarët në Amerikë, se sa e vështirë është të ikësh, të udhëtosh, nuk e di se në çdo lloj mënyre të mundshme që kanë ikë në Amerikë, kanë sajuar ato mënyrat e veta për t'u larguar, dhe ne nuk duam që të largohemi nga Shqipëria. Dhe mbështetja e tyre qoftë edhe mbase në fushata zgjedhore të mbështesin njerëz që realisht po mundohen, e kupton, ose edhe të rinj. Mbase ka edhe të rinj shumë që duan ta vazhdojnë, se unë jam një ndër to që unë e kam vazhduar siç ta thash, jo se s'kam pas mundësi me apliku për fonde e tjerë, për nuk duhet të përfshihem, të përlyhem, sepse unë ta thash, unë e kam nisë këtë rrugtimin tim, dhe shqiptarët e Amerikës duhet të mbështesin këta lloj persona, edhe me votën e tyre, pavarësisht se ato mund të votojnë një person shumë të denj, vota pasaj një ditësisht kalon e kushton. Besoj se potenciali më I madh, kur flasim për diasporën, ka goxha vota. Kur flasim vetëm për diasporën shqiptare në Amerikë, besoj se potenciali më I madh I yni nuk është nëpërmjet votës. Vota është gjëja më e vogël që shqiptarët e Amerikës mund të bëjnë. Është më tepër potenciali I lobimit që mund të bëjnë, edhe financiar, patjetër, si në shtetin. Pjesa financiare është gjëja kyçe për çdo lloj lëvizje, se duhen, e kupton, nuk mundesh ti bosh, se unë vërtet kam bërë me buxhetin tim, jam munduar aq sa mundek.
Mbase shqiptarët e Amerikës duhet tregojnë forcën e tyre që pse jo të bëjnë bashkë, të organizojnë diçka, mbase mund të jetë edhe e fuqishme për ta kaluar tek pjesa e Shqipërisë, të krijojnë diçka që mbase do ndryshonte ato rrjetat e ujërave në Shqipëri që janë trazuar shumë vitet e fundit. The një gjë, vazhdo. Shqiptarët e Amerikës duhet ta tregojnë këtë forcë, që pse jo ka ardhur momenti që mos e ka edhe intelektual në Amerikë, që kanë ikur me vite të tëra, duhet kthehet, japi kontributin e tyre. Mbase edhe nuk kanë dëshirë se e din shumë mirë se si është politika, por shqiptarët e Amerikës duhet të jenë në Shqipëri, se mbase duhet bëjnë diçka shumë të bukur. The një gjë shumë bukur. E them në fillim fare të përgjigjes flas, the ne nuk kërkojmë lëmosh, ne kërkojmë të ardhme. Ky është mesazh shumë i fortë për shoqatat tona këtu. Sepse nëse shoqatat tona këtu, se unë tani e kam si aktivist, e kam atë kritikën edhe me komunitetin këtu valla. Shoqatat tona këtu duhet ndalojnë praktikën e pavarësisht i krahasimi ose një kove me peshk ose të mësosh tjetrin si të peshkoj me kallan peshkimi. Ne vetëm kova me peshk japim. Nuk japim kallan peshkimi. Pa ne japim atë lëmoshën që thua ti. Ndërkohë ti thua valla ne nuk kemi për lëmosh. Për lëmosh i falemi qeverisë në pushtet edhe na jep ajo aq sa për të qenë gjallë dhe jemi në rregull thuat. Po të ardhmë s'ka. Pra nuk ka zhvillim, nuk ka mundësi. Dhe ne si diasporë duhet të ofrojmë mundësi. A ke një me çfarë kauze ose qoftë në media, qoftë në përgjykata, në polici, cila është një kauzë që po merresh aktualisht, një proces aktual? Me konviktet, sepse duke bërë investigime bashkë me një mikun tim Andrea, që kemi vite që merremi edhe është shumë i aftë në grumbullimin e shumë gjërave. Jemi përqendruar vetëm tek pjesa e konvikteve. Në konvikte është bërë një abuzim shumë i madh. Ka arritur deri në atë pikë që një godin që ne kemi bërë kallëzimin, që e kemi çështjen akoma në sfat, kanë kaluar 6 muaj dhe fakti që kanë kaluar 6 muaj tregon që diçka nuk shkon me këtë çështje. Po, mbase tjetë ndaj peshk shumë i madh që kena ne këto peshku madh, peshku vogël. Fakti që është vënuar kaq shumë kjo çështje e konvikteve, sepse ne kemi investiguar për godinën 19. Qyteti Studentit është goxha shumë hapësirë, është premtuar një kampus shumë i madh, por ato truallin disa hektarë truall po ja japin me kolegjet europiane etj që është një problematikë shumë e madhe kjo, që nuk po investojnë për rinim ose për të ardhmen e të rinjve shqiptar, por po investojnë për interesat e tyre, sepse sigurisht që marrin fonde nga Bashkimi Evropian etj, ne dimë shumë mirë këto gjëra. Dhe godina 19-8 është investuar plot 3 miliard lekë. Kjo godin nuk ekziston valla. Nuk ekziston asnjë lloj gjurme. Është parkim, është gërmalla, ka qenë godina e vjetër. Janë dhënë fonde për këtë godin që duhet të kishte mbaruar në 2021, ne jemi në 2025. Dhe kjo godin nuk ekziston. Dhe çështja është shtuar në fakt dhe urojmë që kjo drejtësi, se kemi depozituar kallëzim për kryetarin e Bashkisë së Tiranës, cili është zoti Arjen Vëlie, është përfshirë dhe Arbian Mazniku, kanë dalë edhe firmat e atij Arbianit, sigurisht edhe për drejtoreshën e konvikteve, ish drejtoreshën e konvikteve. Çështja është se unë do thua ti po s'ke pas presion nga kjo pjesë, po unë ta thash atë që unë kam vendosur që mu në këtë rrugtim që unë kam marrë vetëm një gjë mund të ndaloj. O të më rrëmbejnë dhe të më vrasin, se në mënyrë tjetër s'ka, se unë ta thash nuk e bëj as për lëmosh, as për gjë, thjesht unë e bëj për të ardhmen dhe të ketë një të ardhmen më të mirë për mira të rinj dhe shumë familje shqiptare. Si tani jemi në një pikë ku deri diku duhet pranojmë diçka që duhet pranojmë, pra nuk e jo vetëm nga rasti yt, por edhe nga raste në të shkuarën duhet pranojmë që kur nuk ke vetë një farë pushteti, pra kur nuk buron nga individi, në fund të ditës janë shumë të vështira që ndodhin gjërat. Nuk janë të pamundura, po janë shumë të vështira. Tani nga kjo pyetje rrjedh një pyetje tjetër, del një pyetje tjetër, lind pyetja
si e ke menduar angazhimin tënd në politikë? Pra për të pasur vetë disa gjëra në dorë, për të pasur vetë përfaqësimin e gjithë atyre si puna jote, sepse njerëzit si puna jote nuk përfaqësohen në parlament vëlla. Parlament përfaqësohen njerëz të tjerë, parlament përfaqësohen si të kapim çat kapim, parlament përfaqësohen kjo lloj shtrese njerëzish që momentalisht ka zënë goxha rrënjë aty. Tani njerëzit e tjerë vëlla. Më thuaj. Unë kam menduar edhe këtë pjesë. Nuk është se kam menduar se vitet e jetës ikin. Unë deri më tani kam pas edhe kështu oferta do thoya që të angazhohem. Unë nuk angazhohem për të qenë një sklav ose ku di unë për të marrë si ta thash një kosk që ta lëpi. Jo vëlla, unë kam karakter, kam edhe një fytyrë. Unë nëse angazhohem aty ku është hapësira që unë të bëj diçka. Ai sa ka mundësi. Unë nuk do bëjmë gjeni, as nuk do shpik, as nuk do krijoj gjëra imagjinare, pavarësisht se populli do thoya që sa më shumë ti rresh, aq më shumë do duan. Paktën kështu ka rezultuar vitet e fundit. Të rreje pa fund këtë popull dhe ky popull do të votojë. Mbase unë nuk e bëj dot atë gjë vëlla, që të rrej njerëzit në halle sidomos. E kupton se ne kemi para raste që i heqin ndihmat ekonomike etj. Unë angazhimin do ta bëj. Çfarë do lloj mënyre tjetër, mbasi mund të krijoj ndoshta edhe një organizatë në të ardhmen, mbasi do siç ishte edhe thirrja për shqiptarët në Amerikë, që na suportojnë, e kupton? Se ato mbasi kanë më shumë mundësi financiare se sa ne. Se ne jo se kemi në Shqipëri, po i kanë marrë ato, i kanë marrë në përteme. Në Shqipëri është problemi vëlla se shumica e personave që kanë mundësi shumë të mira financiare, ashtu si është ndërtuar sistemi, në një moment të caktuar të rrugtimit të tyre kanë bërë diçka që nuk duhet ta bënin. Se kështu është ndërtuar aty. Aty është ndërtuar që nuk po them 100% vëlla, se nuk e them dot. Po shumë raste, po them 70%, 80% po them, e atyre që janë bërë milionera në Shqipëri, ashtu si është ai sistem vëlla, do ti ke shkelur një në një vend që s'duhet shkelje. Se është vetë strategjia që ti të shkelësh aty ku s'duhet shkelësh, nesër pas nesër të ta përdorin edhe si kërcënim, të thonë mos fol shumë sepse edhe ti ke bërë këtë fajin tënd edhe duhet të rish urt. Se mbase mund të mbi edhe mund të jem një ditë pjesë e një institucioni, e kupton? Se unë gjatë deri në vdekje unë nuk do rri kështu. Unë dua që shumë të investoj, e kupton, të mundohem të bëj diçka. Por të paktën aty ku do jem, o do futem për të bërë diçka, që ta investoj, e kupton, që nesër pas nesër ta thash, është shumë e bukur të të kujtojnë për mirë se sa për të kujtuar për një person që vodhi apo që prishi pronën të dikujt tjetri e shumë gjëra të tjera. Unë do të jap kontributin tim kudo që do jem nesër pas nesër për mirë sigurisht, aq sa mundësi do kem dhe hapësirë se nuk të lejojnë vëlla, kupton? Nuk të lejojnë se këtu janë shumë ujqër. Nuk është vetëm një, janë shumë. Dhe nuk të lejon, edhe kur e shikojnë që ti je me të drejtën për të bërë diçka, prapë do të faqin shumë probleme që ti mos ta arrish me bë. Po unë kudo që do jem do jap atë maksimumin tim, investimin tim, mbasi del në ai forcë e re politike, se ku i dihet, prandaj edhe shqiptarët që janë në Amerikë ose në diasporë. Mbasi duhet ka momenti të krijohet diçka se edhe vota e tyre është shumë e vlefshme pavarësisht se këtu në Shqipëri vjedhin vota. Edhe unë e shoh parasisht vjedhjes votave, parasisht manipulimit e shoh shumë etapë të rëndësishme për vendin ton mundësimin e votës së diasporës. Se krijon potencialin. Krijon një potencial që diaspora është halli ta zgjosh, po u zgjuan nuk ka kontrollon dot aty. As qeveria sepse diaspora ka arritur më lart tashmë. Është bërë ndër vite puna nuk kontrollohet. Tani me që jemi drejt fundit, ke një mesazh dua për të rinjt shqiptar që janë student, po janë në Amerikë. Sigurisht ata kushtet i kanë, nuk kanë problemet me të cilat ti merresh, por ndryshe nga të rinjt aty përballen me asimilimin e kulturës shqiptare. Një temë shumë të rëndësishme kur flasim për shqiptarët e diasporës. Pra gjuha, kultura, vlerat kombëtare, çfarë mesazhi mund t'u jepje të rinjve shqiptar këtu në Amerikë, por edhe në mbar botën? Ti bëja thirrje, kthehuni, nuk ja them dot, sepse kanë shku për një jetë më të mirë dhe të vish prapë aty ku ishe duke parë se si është, nuk e them dot.
thirrja ime do ishte që pavarësisht se mund të largohen kudo, Shqipërinë mos ta harrojnë sepse është vendi më i bekuar që i ka dhuruar Zoti. Kjo është ajo që unë mund ta mbyll. Shqipëria është vendi më i bukur dhe uroj që një ditë edhe për ato të jepet mundësia, pse jo kush ka dëshirë, që të përfaqësoj njerëzit ose të kenë mundësi për të investuar, për të lënë kontributin e tyre dhe për të kthyer pas disa vitesh, a kupton se kush ka ikur, shumë rrallë janë kthyer në Shqipëri. Por Shqipëria nuk duhet të harruar se është vendi më i bekuar që na ka dhuruar Zoti dhe do të jemi krenarë për këtë. Edhe unë do bëja thirrje të rinjve tanë këtu, te komuniteti ku unë kontribuoj specifikisht, po edhe gjithë botën, po më specifikisht në këtë komunitet që e njoh dhe më mirë, që të mos harrosh atë dheun. Të jesh patrioti për ardhjes tënde nuk është vetëm sakrificë. Është e gab kush u shet sikur patriotizmi vetëm sakrificë e ka gabim. Patriotizmi është marrëdhënie reciproke vëlla dhe përfitimi i patriotizmit është shumë i lartë tek individi që është patriot. Okej? Dhe këta do ta kuptojnë që një person i cili ruan dhe respekton identitetin, mund mos vi nga Shqipëria, mund të jetë spanjollaj, nuk ka rëndësi. Koncepti i identitetit krijon një njerëz të fortë dhe nga individi krijohet dhe shoqëria e fortë dhe familja e fortë, vlerat të cilat i kemi arritur nga shumë vite mund në të shkuarën, mira vjet histori, cilat sot gjenden në rrezik dhe ne nuk duhet t'i harrojmë këto vlera. Dhe duke bërë këtë lidhje mes patriotizmit dhe të ardhmes, edhe atyre burimeve natyrore që theti në fillim, sepse të shesin tokën për interesa afatshkurtër është kundër patriotizmit. Apo jo? Pa lidhet me gjithçka. Ndaj, edhe unë do bëj thirrje që mos të harrojnë atë dheun. Për ta mbyllur, unë do të them ty që të qëndrosh, do të bëj thirrje ty, që të qëndrosh në kontakt me shoqatat apo grupet që janë në Amerikë për të kërkuar çfarë do ndihme, sepse janë vërtet grupe të cilat kanë mundësi, por nuk kanë statistikat se ku duhet i çojnë gjërat mbase dhe aq mirë. Mbase nuk kanë njohurinë se kush janë personat e dur. Kanë kanë nevojë për pak ngacmim. Mundësinë e kanë. Ke diçka për të shtuar? Sigurisht që edhe thirrja im këtë gjë do shkonte që t'japin kontributin e tyre dhe të na mbështesin, të na suportojnë më sa mundësi kemi. Dhe siç edhe vetë kupton që ka njerëz pafund e tjerë që s'din as ku ta japin mbështetjen, por ka persona që e kanë treguar me prova, kupton, që i kanë shkuar gjërave deri në fund, pa u korruptuar dhe pa marrë sikur një lek. Mund të jem unë, ka dhe shumë mbase shumë të rinj të tjerë. Por që pavarësisht është numri shumë i pakët, edhe duhet t'i bëj edhe thirrjen prapë shqiptarëve të Amerikës, që pavarësisht se mbase ato kanë ato jetën e tyre, kanë siguruar ato të ardhurat e veta në Amerikë, mbase s'kan plan të rikthehen, por që duhet të rikthehen sepse kontributi i tyre në Shqipëri është shumë i vlefshëm. Duhet të tregojmë gjithë forcën që Shqipëria, vendi i bekuar që na ka dhuruar Zoti, duhet ta kthejmë për njerëzit dhe mos ta shkatrojmë se po na marrin si pronat, si familjet po na i marrin duke na emigruar, duke na shpopulluar. E kuptoj. Kështu që shpresoj që shqiptarët e Amerikës ketë një reagim dhe të na mbështesin, të na suportojnë. Të falenderoj shumë për thirrjen, të falenderoj që edhe këtë intervistë, të falenderoj për punën që bën, të falenderoj për originalitetin në këtë intervistë, se mund t'jepje intervistë, po mund t'jepje ca përgjigje diplomatike që nuk do merrnim asnjë mesazh, po të falenderoj për originalitetin, falenderoj që i drejt për drejt dhe i referohesh asaj që ka vërtet vlerë, dhe unë shpresoj të të shoh sa më shpejt edhe në garën e politikës. Shpresoj. Si individ tani, nuk e di. Unë kaq po them, si individ unë këtë shpresoj. Faleminderit ty për ftesën në televizionin që ti je. Sa më shumë suksese dhe faleminderit që na jepni një zot ta transmetojmë në shqiptarët e Amerikës. Patjetër kjo është detyrë jo e obliguar nga ajo që ndodh sot, por kjo është një detyrë e obliguar ndër breza për kombin ton shqiptar, të cilin edhe pse kemi probleme, unë prapë se prapë do qëndroj fort me potencialin e madh që Shqipëria ka si vend
dhe rrata shqiptare kanë në çdo shtet botës, parasisht ku ajo është. Thirrja është vetëm për zgjim, të zgjohen nga gjumi. Po u zgjuan, e kemi fitoren, pa që zgjohen. Po un kam besimin që do marrësh reagimin që ti meriton. Mbase ai nuk do të vi të nesërmen, mbase nuk do të vi pas nesër, por shpresoj që do marrësh reagimin që ti meriton si individ. Paraqesh se ti nuk e bën këtë për veten tënde, ti e bën për tjerët, por gjithçka nis nga individi dhe ti do marrësh meritat vëlla dhe ti do të jesh ai që të kesh pushtetin për të ndryshuar kauzat të cilat ti me guxim dhe pa lodhje ke luftuar për to për vite me radhë. Falenderoj që ishe këtu mes nesh. Ftesën dhe dëgjojmë. Këtu jemi edhe në fund të pjesës së parë të emisionit Qendrim nga unë Tedi Mene në ACTV USA. I uroj gjithë të shikuesve mbrëmjen e mirë. Mirupafshim.